Kryeministri Edi Rama hodhi sot piketat e sesionit të ri parlamentar, ku çdo gjë do të bëhet siç thot ai. Në një mbledhje maraton të grupit socialist, ku pati vetëm show dhe propagandë, Rama kërkoi që kuvendi të kthehet në një noter për qeverinë, teksa u kërkoi të vetëve që të tregojnë forcën përballë opozitës. Mbledhja u trumbetua me të madhe që disa ditë më parë, teksa u fol se Rama mund të bënte lëvizje në qeveri. Kjo gjë nuk ndodhi, por Rama duket se i la në ankth ministrat. Kryeministri e përmendi 2 herë në takimin se disa gjëra nuk po i deklaron sot, pasi do t'i thotë në mbledhjen e asamblesë së PS-s. Asnjë nga këto nuk pengon një pjesë të madhe të punës që bëjmë, por ndihmojmë për t'i dhënë një hapësirë dhe energji punës së deputetëve. Ribraktisja e territorit nuk mund të jetë opsion për këtë grup parlamentar dhe për këtë do të flasim më konkretisht në asamble, por 83 mandatet e kërkojnë këtë me ngulm. 83 mandate imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, tha Rama në hapje të mbledhjes. Mbledhjen e asamblesë a jep përmendje edhe në fjalimin përmbyllës. Paralelisht me këtë, në asamblenë e ardhshme do të lançojmë edhe fushatën e re të antarësimeve në Partinë Socialiste, që do të jetë fushata e pranverës. Historikisht ndodh kjo, kur të tjerët merren me humbjen e shkuar, ne merremi me fitoren e radhës. Kemi zgjedhjet në 2027 dhe nëse gjërat do të vazhdojnë kështu, dhe nëse ata do të vazhdojnë të besojnë që ne do të bijem nga shiu, nga bora apo nga proceset e drejtësisë, rruga e të cilave është hapur prej nesh dhe garantohet prej nesh, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do të habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot. Ndonë se Rama e shmangu totalisht drejtësinë. Halli më i madh i Ramës nuk është kuvendi, por SPAK. Dosjet e fundit e kanë shkundur nga themelet ekzekutivin, teksa Rama mban në qeveri disa figura që nuk i njeh askush. Teksa flet për reforma dhe integrim, duket se disa sektorë nuk po ecin siç duhet. Emra si Kumbaro, Manastirliu kanë 6 deri në 10 vite në qeveri, ndërsa shumë të tjerë kanë 2 deri në 3 vite. Dhe teksa Rama flet për mbledhjen e asamblesë, shtohen dyshimet se kjo asamble mund të sjellë ndryshime në qeveri. Historikisht Rama, kur ka pasur ndryshime të shumta në qeveri, i ka bërë në mbledhjet e asamblesë dhe shumë emra do të jenë në ankth.